Ka nisur zyrtarisht sot vulosja e fletëve të votimit për diasporën për secilin qark të Shqipërisë. Procesi konsiston në vulosjen e fletës e më pas vendosjen e saj në zarfin A, ose ndryshe zarfin e parë të fletës së votimit. Kryekomisioneri Lirian Celibashi u shpreh se procesi pritet të mbyllet brenda javës që më pas të nisë edhe shpërndarja e saj. Po brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Sipas procedurës së dakordsuar, postieri do të vijë deri në 3 herë në adresën e dhënë në ditë dhe orare të ndryshme. Dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni. Por si duhet të veprojë votuesi pasi zarfi ka mbërritur në dorën e tij dhe ka nënshkruar voton në subjektin përkatës? Dhe në momentin që ka përfunduar procesin e votimit dhe ka organizuar atë dokumentacion sikur se është udhëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të telefonoj operatorin e shërbimit postar, pra DHL-n, në zarfin që ne i kemi dërguar, do t'i dërgojmë, do t'jenë numrat për të gjitha shtetet e shërbimit DHL-s. Ka gjithë kohën në dispozicion për ta lexuar me qetësi udhëzuesin që do t'i dërgoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pavarësisht se votuesi mund ta ketë nisur zarfi me postë, ka një rast kur vota mund të mos konsiderohet. Çdo zarf i cili ka në vulën e hyrjes që i vendoset në momentin kur hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka një orë bazë dhe datë, mbas datës 11 maj dhe mbas orës 19:00, nuk i nënshtrohet procesit të vlerësimit dhe të numërimit. Pra duhet që çdo zarf të mbri para orës 19:00 të datës 11 maj. Së bashku me zarfin që përmban fletën e votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfshirë një udhëzues se si duhet të veproni, si dhe një numerator që ka kontaktet e postës për secilin shtet përkatës.